kthyer në traditë prej shumë vitesh edhe këtë vit në qytetin e Korçës u shënua festivali i dritave që sjell në qytetin e serenatave atmosferën e festave përmes një dekori të veçantë. Është një ndriçim festiv i cili do të krijojë një atmosferë të gëzuar jo vetëm për banorët e qytetit, por edhe për vizitorët e shumtë që zgjedhin Korçën për të festuar festat e fundvitit. Do të kemi përveç ndriçimit festiv edhe pistën e patinazhit, panairin e fundvitit, shtëpinë e Babagjyshit, po dhe pazarin e vjetër të Korçës, i cili është bukuruar si rallë ndonjëherë dhe i cili do të çel dyert e tij para Krishtlindjeve të këtij viti. Risia e atmosferës krijuar për festat e fundvitit në Korçë ishte edhe pista e patinazhit ndërtuar në fundin e pedonales dhe që do të shoqërojë atmosferën e festave gjatë gjithë periudhës, ku pritet që Korça të vizitohet nga shumë turistë vendas dhe të huaj.